luajnë ndeshjet e radhës në Ligën Unike në basketbol për femra. Përballja e vështirë ishte ajo mes Flamurtarit dhe Pejës 0-3. Takimi është luajtur në Pej, ndërsa për vajzat vlonjate kjo ishte një ndeshje në transfert. Vajzat vlonjate kanë shënuar humbje në këtë përballje, edhe pse ishte një ndeshje luftuar deri në minutën e fundit. 93-77 për Pejën ka përfunduar i gjithë ky takim, i cili në fakt ngjalli emocione tek publiku që ndoqi, por edhe një ritëm shumë të madh të lojës, sidomos në pjesën e parë që foli për vajzat vlonjate. Megjithatë, vajzat vlonjate në basketbol për femra vjojnë rrugëtimin e tyre pozitiv, pavarësisht kësaj humbje. Ato tashmë do të bëjnë të gjitha përpjekjet me qëllim të fitojnë në ndeshjen e radhës të Ligës Unike, por edhe në kampionatin kombëtar të basketbollit. Për vajzat vlonjate, titulli kampion kombëtar mbetet një ndër objektivat kryesor, por gjithashtu edhe Liga Unike është një tjetër objektiv kryesor që do të luftohet deri në fund. Pavarësisht humbjes me Pejën, Flamurtari në basketbol për femra në ndeshjet që ka luajtur gjatë këtij sezoni ka dominuar dhe ka shfaqur forcë karakteri dhe forcë fizike.